Një telefonat e papritur mjaftoi për të vënë në lëvizje ekipet e zjarrfiksëve brenda pak sekondash. Teksa ekipi ynë ndodhej në bazën e zjarrfiksëve në Prishtinë, sirenat u aktivizuan dhe njësitë u nisën menjëherë drejt vendngjarjes. Alarmi megjithatë rezultoi se nuk pati nevojë për ndërhyrje. Gjendja e gatishmërisë për këta djem është përditshmëri, ndonse në të shumtën e rasteve mungojnë kushtet e nevojshme për këtë punë me rrezikshmëri të lartë. Por nëse bëjmë krahasime, do të pas luftës e tash çdo kohë do të kushtet janë më të mira, po prapë nuk kemi në atë nivelin ku duhet të jemi të kënaqur. Janë vetëm 102 zjarrfikës që mbulojnë kryeqytetin si territor, përfshirë këtu edhe Graçanicën, komunën e Fushkosovës dhe atë të Obiliqit. Numër ky shumë i vogël për mbulimin e kësaj zone, duke marrë për bazë faktin se vetëm vitin e kaluar është shënuar numër rekord i intervenimeve. Ka qenë një vit që është thyrë rekord intervenimeve, pej pas luftës dikun 3020 intervenime do të është dashur të intervenohet nga zjarrfikësit e kryeqytetit. Kjo është sfidë, do thotë, numri është i madh, është një sfidë shumë për zjarrfikësit, po mbi gjitha e kemi dalë. Me sfida pothuajse të njëjta ballafaqohen edhe zjarrfikësit e zonave të tjera. Edhe në Mitrovicë sfidë mbetet mungesa e stafit. Stafin e kena të mangët, kemi dikun ofër 17 persona që duhet me kanë edhe 17 persona mirë, po jemi 26, krejt 42 duhet me qenë komplet për regionin e Mitrovicës. Na e monitorojna regionin e Mitrovicës, do me thonë, edhe varësisht me pas nevojë, për shembull Voshtreja ju ofrojnë ndihmë, komuna e Skënderajt po ashtu, po kryesisht jena të fokusuar në qytetin tonë në Mitrovicë. Misioni i zjarrfikësve shkon për të ishuarjes së zjarreve. Ai kërkon guxim, përkushtim dhe sakrificë të vazhdueshme. Në kushte të vështira, mes flagëve dhe tymit, ata vendosin sigurinë e qytetarëve mbi gjithçka tjetër. Në shënimin e ditës ndërkombëtare të zjarrfikësve, e cila shënohet çdo 4 maj, në Kosovë, kjo ditë përkujtohet në nderim të atyre që kanë humbur jetën gjatë kryerjes së detyrës.